Maldini Kacuri është zyrtarisht lojtari i huazuar nga Arsenali te Morecambe në Angli. Këto të fundit janë pjesë e Ligës së Pestë, por nga niveli i futbollit anglez, për më tepër mbajnë vendin e 24 që përkon me të fundit në kampionat. National League i ka klubet të konsideruara gjysmë profesioniste. Klubi ka publikuar deklaratën ku trajneri flet me optimizëm për afrimin e Kacurit. Silvinho i dha mundësinë e ftesës në shtator. 19 vjeçari debutoi si titullar në miqësore ndaj Gibraltarit. Është shumë mirë që Maldini ka vendosur të bashkohet me ne në formë huazimi. Falenderojmë Arsenalin për bashkëpunimin e tyre dhe për vendimin se Morecambe ishte vendi i duhur për Maldinin. Ne mendojmë se ai do të ketë një ndikim të menjëhershëm në lojën tonë. Mënyra si Maldini e kupton lojën si mbrojtës dhe gatishmëria e tij janë një cilësi e spikatur dhe ai është dikush që mund të ndihmojë gjithashtu në ndërtimin e një sulmi, ndërkohë që është i fortë në mbrojtje, u shpreh trajneri Ashvir Johal.